Dhe tash erdhi koha drejtore që në tryezën tonë të jenë dy branët dhe një shkupjane. Mirë unë. Edhe të flasim... Mirë unë apo lumti? Nuk e di të ta shohim. Do ta shohim në fund të bisedës, mirë po do të flasim për gjeneratat e reja, edhe pse u ndërlidh tema e ditës shumë bukur, edhe me musafirin e cili në ka ardhur në studio na ka nderuar edhe pse ka obligime të shumta, sepse është vetëm viti i dytë në fakultetin juridik të Shënkerilit dhe Metodit, të fakultetit publik në Maqedoni Shtetëror. Dhe do të flasim për përvojën e tij si një student i ri që po ndërton rrugën e tij drejt profesionit të juristit, por njëkohësisht përballet me sfida të shumta që i takojnë pothuajse çdo studenti sot. Po para se të kalojmë atje, unë do doja ta pyes të ftuarin tonë që e kemi dhe do i themi zonja dhe zotrinj, Yll Paçuki. Mirëmëngjes Ylli. Si e Ylli? Mirë, shumë mirë. Ne si temë të sot me kemi patur në emisionin tonë pse brezat nuk kuptohen. Kush gabon më shumë në komunikim? Të rinjt, të sotshëm, ju apo baballarët, gjyshrit? Si mendon ti? Si e mendon ti? Është me themi, a jeni më fitil shkurt, kështu nuk duroni shumë? Shikoni, ndonjëherë ne i kuptojmë prindërit, ndonjëherë ata s'na kuptojnë, ndonjëherë është e kundërt, vërtet është, ashtu është. Zgjidhja e kësaj është domethënë thjesht dialog, bisedimin. Bisedohet sa më shumë që të arrijmë tek ato kemi në ato konsensusin e përbashkët. Para se të vazhdojmë me emisionin, dua t'ju përgëzoj për këtë emision, sepse mendoj se me të vërtetë i ka munguar skenës mediatike një podcast i tillë dhe ju uroj çdo të mirë dhe faleminderit për ftesën, se po më jepni një mundësi një triu që t'i jep pendimet dhe idetë e veta. Gjithmonë jeni të mirë se ardhur, gjithmonë jeni të mirë se ardhur, sepse ne do mundohemi që të jemi megafoni i zërit të rinis. Pra gjitha hallet, problematikat që hasni, ne do të mundohemi që të jemi megafon për t'i zhurmuar edhe për t'u dërguar të gjithë qytetarëve tanë kudo që i kemi, edhe në çfarëdo lloj pozicioni që po qëndrojnë, që t'i dinë zërin e rinis. Sepse zëri i rinis, mos harrojmë, ta potencojmë në miqdashur, mos harrojmë në Gen Z-as, që quhet gjenerata Z, në Nepal. Kategori. Jo, më pëlqen sepse vetë keni etiketuar veten me këto emrat, me këta novkat, Gen Z, Gen X, e të tjera. Në Nepal ishte zëri i rinis për shkak të internetit që u shkaput atje dhe ata bën një revolucion që e rrezuan komplet qeverin. Nuk ka qenë interneti baza... Nëpërmjet internetit, ishte disa cenzura që duheshin të bëjnë. Për shkak të korrupsionit dhe të rinjt dolën në rrugë për të protestuar në mënyrën e tyre si edhe e bën, që tregonin që nuk është fal internetit, mirë po është fal korrupsionit që ndodh dhe që kontrollohen të rinjt. Por ne nuk do flasim këtu, sepse nuk do mundohemi që të bëjmë gru shtetit, por thjesht do të diskutojmë për problematikat të studentëve. Mirë po fillimisht dua të di se si janë mëngjeset e Yllit, si zgjohet Ylli, në sa ora zgjohesh, në sa i ke ligjeratat. Deri në shkollë të mesme kam pas shumë problematik të punën e mëngjesit. Dhe për fat keq më ka qelluar një baba që çdo ditë në 5 ora është i zgjuar. Wow. Dhe 5 nuk është mëngjes, 5 është natë ende. Dhe për fat të keq më ka qelluar një baba, më pëlqen kjo. Dhe por domethënë dhe mundohet ta ndjellën atë tek ti, a? Patjetër domethënë në çdo mënyrë të ndryshme. Dhe ja ka arritur qëllimit, sepse që kur fillova me fakultet, domethënë edhe fakti studimeve, edhe në obligimet e tjera, dhe domosdoshmërisht duhet ta filloj ditën nga mëngjesi, sepse po nuk e fillova nga mëngjesi, domethënë nuk ja arri ato qëllimet e ditës. Të është bërë rutinë kjo? Mo është bërë rutinë, po edhe nëse s'kam domethënë ligjeratë, nëse s'kam dhe një obligim që nga herët mëngjes, unë jam i atill. Jam shumë i ngadalë të mëngjes. Dhe domethënë se duhet të jem diku në 10, në 7 duhet jemi zgjuar të planifikoj. Deri në ora 10. Domethënë 3 orë planifikim. Po, planifikimi të ditës dhe ajo është ai përket asaj. Domethënë një mëngjes i zakonshëm, një kafe, një mëngjes. Atë një kafe për njërin sy, një për tjetrin edhe fillon dita. Domethënë kafen e konsumon një çaj, ëh? Po, kafen. S'kemi arrit në moshën e çajit. Do vjen dita për çaj, po shpresoj që jo kurr. Çajin për të mirë, për qejf, po. Për shërim jo asnjëherë. Të shpresojmë. A bie vonë apo jo?
Varet. Bën 8 kilometra scrolling gjatë natës që jo, po në fundit do të thonë erdhi një periudhë që me të vërtet më defokuson të telefoni. Dhe realisht duhesha të marr themi masa se me të vërtet kam obligime shumë të ditës. Dhe çdo minutë i humbur kot në telefon, do të thonë ma damton atë rutinën edhe për ditën e nesërme, edhe për ditën e sotme. Dhe mundohem që sa më shumë telefonin ta përdor vetëm për nevojat, për obligimet e kështu me radhë. Ju të njoftojmë kështu pak më shumë, sepse ka shumë studentë që vazhdojnë, që në fakultet e vazhdojnë drejtimin e drejtësisë, juridikun, mirë po çfarë të shtyhet ty? Që janë të pak të kohëve të fundit që studiojnë në juridik, në drejtësi janë të pak. Ka një rënje. Ka një rënje reale, viteve të fundit shumë. Sa e përket çfarë më shtyu unë e di se çfarë. Edhe unë e di, po tash ti shikuesi që nuk e. Do të zbulojmë shikues. Se vi nga një familje juristesh dhe them drejtën më është imponuar sa do pak. Deri në një periudhë ka qenë ajo në tavolinë kam pas dy opsione, ose drejtësinë ose drejtësinë. S'ka pas. Wow. Ose drejtësinë, ose drejtësinë. Dhe duke u rritur në një familje juristësh, që do të thënë gjyshi, babai, nëna, gjyshi tjetër, edhe gjyshi tjetër, po, të dy gjyshërët, edhe nga ana e nanës edhe babas i ka. Edhe vllau tash është viti i tretë juridik. Ku do ikësh ti? Ku do ikësh? Mendoj, nuk e di, e pa logjikshme do të ishte vendosja diçka tjetër, por edhe për pse më është imponuar, arrita në një fazë ku rrash në konkluzion se edhe nëse nuk do të më ishte imponuar, unë do ta zgjidhja drejtësinë. Se në karakter e kam një karakteristikë që siç e kam thënë, them çdo herë nuk i duroj dot pa drejtësi. Jo vetëm kur më bën mua, por kur i bën edhe tjerë. Po. Dhe e kam menduar dhe kam rënë në konkluzion siç thash se vetëm nëpërmjet drejtësisë mund të mposhten këto padrejtësi. Dhe ajo ka qenë një arsye pse kam edhe më shumë vendosur po që orientohesh konkretisht në tek drejtësia. Një imponim i duhur në këtë rast do të kisha thënë. Të dishëm të themi kështu, që në vetdia pastaj del në pak dhe detyrohesh që të merresh konkretisht. Po ja që mirë që edukata familjare ajo që të orienton konkretisht. Normalisht mirë, po ja që mirë është që i është imponuar sepse ylli vetë tha që të paktën edhe nëse nuk do të ishte imponim, sërish do ta kishe. Po, mendoj se do ta zgjidhja vetë. Interesante. Unë dua pak të flas sepse jo shumë nga ne, nga shqiptarët që jetojmë në Maqedoninë e Veriut, nuk e dim se si është të studiosh në një fakultet publik. Në fakultet shtetëror, ku gjuha zyrtare është gjuha maqedone, nuk është ky problemi më i madh, mirë po është edhe shumë sfidat dhe vështirësitë që vijnë me një ndërmarrje të vendimit të studiosh në fakultetin shtetëror. Si është përvoja jote në fakultetin ose universitetin Shën Kirili dhe Metodi? Unë e di për drejtimin tim se sa vështirë ka qenë dhe me sa sfida ka ardhur gjithë kjo vendimmarrje, mirë po më thuaj tash je viti i dytë, që nga viti i parë deri më tani e ke marrë një, të themi kështu, një frame, si thuhet, një kornizë. Një kornizë. Po. Sa i përket kësaj, do me thënë, të dy prindrit kanë mbaruar tek ky fakultet. Dhe sa i përket gjuhës, do me thënë, lënda e drejtësisë është lëndë teorike. Dhe aty ke vetëm gjuhë. Do me thënë, nuk ka lexime vertikale, po ka horizontale. Fiksisht. Të themi. Dhe pa marrë parasysh sa e kupton drejtësinë, sa e don drejtësinë, po nuk e di të gjuhën maqedone, se tek ky fakultet nuk ka shpresë, do të thonë nuk mundesh ta studiosh dhe ta mësosh. Do të ta dish shumë mirë edhe gjuhën. Po absolutisht, për fat të mirë. Edhe pastaj kur do diplomoni, sigurisht që gjuhën maqedone mbahen edhe seancat e gjykimit. Fatkeqësisht do doja të ndryshonte ajo sepse jetojmë në një shtet multietnik, por pa marrë parasysh asaj të rikthehem te kjo, unë gjuhën maqedone se kam filluar ta mësoj që nga i vogël, që në qerdhe, domethënë kemi qenë 3 shok ngushtë, 2 ishim shqiptarë, njëri ishte maqedonas dhe që në qerdhe ne mundoheshim të komunikojmë dhe pastaj këto 3 shok që ishim vazhduam në të njëjtën shkollë fillore, pastaj në të mesme
Dhe drejtimet në studime jemi po, por më kanë ndihmuar sa i përket gjuhës. Shoqëria mbahet apo? Po, mbahet. Dhe pa dashur ti ul poshtë fakultetet tjera shtetërore, mendoj se ka edhe fakultetet tjera shtetërore të mira. Arsyeja e zgjedhjes time për Kirilin dhe metodin ishte sepse prindërit e mi kanë mbaruar aty, kanë thënë domethënë fjalë të mira për këtë fakultet, Mbiqdita është fakultet serioz deri diku dhe unë i friksohesha realisht për e them këtij fakulteti sepse përveç asaj që mirësha edhe me obligime tjera, domethënë me punë ndryshme, i friksohesha asaj sepse ndëgjoja në opinion raste të ndryshme, diskriminime, sa i përket e ke përjetuar? Shqiptarëve. E ke përjetuar një gjë të tillë? Dhe këtu do të kthehem, ajo nuk ka dalur ashtu, as pak personalisht tek unë. Me thonë, në asnjë moment unë nuk jam ndjer i diskriminuar, ndonse nga kolegët ose nga profesorët, dhe me të vërtet kam kaluar një 2 vjeçar, tash se ende jam bërë 2 vjet, po mënyrën më të mirë, me thonë nuk e di, nuk e kam ndjer, por kjo nuk do të thotë se s'ka diskriminim. Nuk do të thotë. Do të thotë ka zëra tek studentët që po e shfaqin, sa i përket kësaj, kur e kam biseduar, sepse tash unë si një aktivist i ri, këto tema më interesojnë. Dhe shok, shoqëri, ose gjithmonë thonë, shiko më njerëz që ti nuk diskriminohesh, çka ke ti të flasësh për tjerët nëse diskrimohesh. Shifat atë tënden, Terezin tënde, mos u merr me tjerët. Individualistët. Dhe shiko, unë profesionin e kam, do ta kem. Duhet të merrem me këtë fenomen. Po, unë mundohem ta sjell drejtësinë. Dhe nuk mund ta pranoj që të hesht kur dikujt tjetër i bëhet ajo padrejtësi. Se nesër pas nesër ajo padrejtësi të më kthehet mua. Dhe pastaj të tjerët do të heshtin, kështu që më mirë kemi zhurmaxhinj të fenomeneve të tilla, se sa ta heshtim problematikën që ndodh. Pikërisht. Unë dua pak edhe të rikthehemi edhe tek subvencionet, gjë që është shumë e rëndësishme për studentët. Tani pati një shujë nëse nuk gaboj, një ndihmë për financiare për studentët, por ka filluar që të diskutohet shumë, po bëhet një zhurmë e madhe tek zëri i rinisë, zëri i të ardhmes. Si mendon ti, pikpamja jote, sa është një hiperbolizoj këtë temë, por mendoj se është një ofendim kundrejt studentëve. Është i drejtë apo jo? Është duhet është një ofendim që u bë. Është ofendim studentëve. Pse? Po thuaj ju. Nuk mundesh ti të thuash një studenti të urdhërohet 840 denar në javë dhe ti kaloj javë. Do të 840 denar në javë. 840 denar në javë. Kjo është çesharake. Që kthehet në 140 denar në ditë. Çfarë mund bëjë një student me 140 denar në ditë? Dhe e dini çfarë është më absurdja e kësaj, se me vite të tërë nuk ka ndruar kjo shumë. Çmimet çdo gjë rriten, ndërsa shuja vazhdon e njëjtë. Nuk e di, domethënë, kush i analizon, kush i mendon këto numra, por prandaj them është një ofendim dhe duke ditur se në çfarë kushtesh janë studentët, sepse çfarë e thana si shoqëri, ti u thua atin dhe urdhroni 140 denar në ditë dhe kalojani ditën. Këto nuk e di, mjaftojnë për transport publik. Unë nuk kërkoj 100 euro të jetë dita, por të jetë një shumë që paktën është serioze. Simbolike dhe që mund të përfshin. Po. Pra, shpresoj se mbase mundet në Ministrinë e Arsimit, nuk e di se ku vendosen këta, ku caktohen këta çmimet për shujën studentore, pra subvencione për studentët miqdashur, po a bëjmë me dije sepse është Ministria e Arsimit ka caktuar një ndihmë, po themi kështu ditore, subvencion ditor për 140 denar, 840 në javë. Domethënë 840 denar në javë, mbasi është në një njeri atje në ministri që e analizon, është në dietë të rrep të kështu, që e kalon jetën vetëm me ajër, edhe me një po e kryen profesionin e tij. Po sigurisht, por duhet të shihet pak sa më gjithë përfshirës të jetë. Një koleg, një duham pirës, më fal se po të ndërpres,
thonë të pak të ndilëshim për cigare, tash as për cigare s'po ndalin këta, s'di çfarë t'ju bëj. E gjitha kjo sigurisht e studentët kthehet edhe në shaka, kthehet në sarkazëm. Padyshim. Por shpresoj që kjo të bie në vesh të duhur. Duhet ta kemi parasysh që shumë nga studentët dritorë vinë nga vende të ndryshme, pra nuk janë të as pak të shkupit, nuk jetojnë në kryeqytet. Pikërisht duke ndërlidhur edhe me temën që po bisedojmë për Ministrinë e Kulturës, sa mendon që studentët dëgjohen nga institucionet për të gjitha hallet që i keni? Sa ndëgjohen, tash flasin, kemi dhe me thanë kuvende studentore, cilat janë të pranishme në çdo fakultet shtetëror, po edhe privat, përbëhen nga studentë, të votuar nga vetë studentët, formohet një farë lloj këshilli, por nga përvoja ime, dhe me thanë, unë kam qenë aktiv dhe në kontakte të përditshme me këta antarë të këtij këshilli, pasi që vitin e parë nuk kandidova, dhe me të vërtet kam dërguar shumë ankesa te këta. Dhe jo se ata nuk mi kanë pranuar ankesat dhe nuk i kanë dërguar aty ku duhet. Po ka qenë një listë gjatë. Ka pas shumë prioritete më lartë. Listë gjatë dhe realisht nuk më gjohë. Me thanë, nuk e di, ne tash flasë për fakultetin tim, sa i përket bifes të fakultetit, pikës pari, rreth fakultetit nuk kemi asë një lloj marketi, asë një lloj dyqani. Do të nuk keni zgjedhje për diçka, përveç se ato që ofron bifeja. E kemi bifen e fakultetit. Që shumë e vobegët? E vobegët është brenda? Bifeja e fakultetit fillimisht i ka çmimet, me thënë absurd. Me të vërtet? Absurd. Do me thënë, ujë, një shishe ujë e vogël, 50-60 denar. Wow. Një kafe, 80 denar. Kjo është rrjepje. Wow. Dhe përveç asaj që nuk ke, do me thonë, detyrohesh t'i argjosh aty parat, sepse nuk ke vend tjetër ku të shkosh. Dhe përveç asaj, nuk ka, do me thonë, produkte të mjaftueshme, nuk ka, do me thonë, dhe ajo bifeja, do me thonë, ka një firmë, do me thonë, që e mban, nuk duhet t'ja përmend emrin, po çfarë është më tragjikja, se kjo firma është zinxhir, do me thonë, kanë shumë pika në për Shkup. Kemi kuzhinë, në atë kuzhinë përgatiten gjellëra të ndryshme, ushqime të ndryshme, për të dërguar në pikën tjetër të kësaj furrës, të themi, të shiten atje. Shfrytëzohet bifeja e fakultetit dhe shiten diku tjetër. Kjo është absurd, është paradoksale. Ditën fakultetit i vjen era gjell. Ne nuk mund të shkojmë në shtëpi sepse era ku ndërbon gjithandej. Është katastrofë dhe u ankuan për këto. 2-3 javë, po mundohemi. Ato gjellat shiten në fakultet? Jo. Përgatiten aty dhe shiten në pika tjera të paktën të ishin shitur edhe në vend, pastaj nuk ka. Edhe të paktën nëse shitet do të jenë me çmim marramendës, siç po thotë, sepse një shishe ujë 50 denar për student, kjo është paradoksale, kurse e dim që Greqia para disa viteve vendosi që gjërat elementare të jepen në çmimet më të ulta të mundshme që janë. Kështu që një shishe ujë në Greqi, kudo që të shkosh, në çfarëdo lloj koncerti që të jesh, kudo që të jesh, është vetëm 50 cent. Sepse shumë e nevojshme. Ti kthehemi kësaj që ishte ndihmës, domethënë shujtës. Po. Në mëngjes shkon në fakultet, e harxhon atë shujtje me një kafe, me një ujë. Po. Ku të hash, ku nuk e di, ku... Orët janë të zgjatura, ka shumë... Tha nuk e di, me të vërtet do të bëhet një analizë, do të mbahet përgjithësi kush i sjell këto vendime, si mund të lejosh në një fakultet shtetëror, me ato çmime ti kushtzosh studentët me këto produkte, me këto çmime. Mirë, Ylli, kur jemi këtu te kjo temë, me që është një temë e cila duhet të zhurmohet, a jeni mbledhur ju kryesit të Unionit të Studentëve në drejtime të ndryshme që bëhet kjo zhurmë? A duhet njëri përgjithmonë ta dridhni shtetin, të paktën Ministrinë e Arsimit, për vedisim dhe të gjejë njëri përgjithmonë zgjidhje në duhur për studentët? Këto kërkesa, sepse nëse rrini të heshtur, sigurisht ky avaz do vazhdon. Po që tha lista është e gjatë. Po lista po duhet të paktën kur dridhen, do bien gjitha gjërat prej listës. Unë jam ankuar shumë herë, kam biseduar me këta student kolegë të mi që janë pjesë e këtyre këshilleve dhe unë kam bërë atë pjesën time që jam ankuar. Tash nuk e di brenda në ato seanca me dekanët, me profesorët, me
çfarë bisedohet, çfarë mirret vesh. Por prandaj këtë vit, domethënë tash për një muaj e ca më duket do të ndrohen këto antarët e këtij këshillit, unë do të kandidohem si antar i këtij kuvendit studentor dhe pastaj domethënë do të kem qasje drejt për drejt dhe ti tankohem domethënë për këto çështje dhe atëherë do ta shoh konkretisht se çfarë po ndodh brenda në për këto seanse. Deri tash e kam bërë domethënë akses. Po, nuk kam ndonjë qasje që të them se po mundohen ose nuk po mundohen. Prandaj kur të jem vet aty, atëherë do të mundem të gjykoj gjërat. Kjo ndodhet pas një muaji gjysmë, do të jetë zgjedhjet, a? Po, mbahen zgjedhje në fakultetin juridik. Sipas informacioneve që i posedoj, besoj se do të zgjedhen, se me të vërtet kam përkrahje në fakultet. Shumë shpresoj që po. Dhe besoj që do ta kemi kur të fillojnë zhurmën, kur fillojnë të dridhin pemën. Atëherë, kur do bien gjitha problemet dhe të gjenë zgjidhje, atëherë do ta kemi sërish në emision. Yllën, unë jam e sigurt që të mbledh votat e duhura, mirë po kur jemi tek votat dhe tek votimet tek përzgjedhja, yllën e kemi pak a shumë edhe aktivist dhe ka qenë mjaft aktiv sidomos në zgjedhjet e fundit politike. Pa ndërhyrë shumë në tema, sepse ne mëngjesi qëndrojmë të jemi kështu indiferent me politikën, nuk e duam, po disi nuk në mëngjes nuk bisedohen këto tema, mirë po më thuaj, pak a shumë si e shet situatën në Maqedoni, përse politika, yllë, ke mundur ta zgjedhësh sportin apo diçka tjetër? Bëj shaka. Ka kohë. Bëj shaka. Por momentin i duket pak sa më ja që interesante. ndërlidhet me të gjitha këto qëllime që i ka për t'i arritur, të paktën si student. Se përket politikës, domethënë unë e kam cekur shumë herë se kam disa qëllime në jetë, qëllime që vetëm nëpërmjet ndoshta politikës mund t'i arrij. Dhe këto qëllime janë shumë thjeshta, por të vështira për të realizuar. Unë nëpërmjet politikës dhe arsyeja pse kam vendosur të aktivizohem në politikë, duke cekur se nuk jam antar i asnjë partie politike, ka qenë për shkak të asaj se me të vërtet dua të ndryshojnë kushtet në të cilat ne ndodhemi, jetojmë. Dhe mendoj se të rinjt duhet të merren me politikë, sepse nga këndvështrimi im është të rinjt janë kthyer si një vegël në politikë. Partitë politike, siç po e shoh, dëshirojnë që të rinjt të votojnë, por jo shumë të kyqen në politikë, sepse shumë e lehtë është të shihet se çfarë po ndodh. Sidomos ne të rinjt, domethënë unë nga momenti që kam filluar të kyqem në politikë, shumë më mirë i kap gjërat, shumë më mirë i perceptoj dhe dita ditës domethënë irritohem, them si mund ta lejojmë ne këtë gjë. Dhe kjo do ndryshon vetëm në momentin kur të rinjt me të vërtet do ta ndjekin politikën, nuk të them të aktivizohen, nuk të them vetëm ta ndjekin, ta kuptojnë që të dinë të paktën zgjedhje për këtë votojnë. Domethënë duhet të na vinë opsione të reja, duhet të na vinë lëvizje të reja, të përfaqësuar nga të rinjt. Dhe ky është synimi im. Domethënë unë nuk e kam politikën për benefite ose nuk e di çfarë, për pozita, thjesht dua që bashkarisht dhe nuk e dua me çdo kusht unë të jem ai bartësi i gjithë këtij procesi. Jo, unë pranoj të jem edhe dikush pas, por vetëm ta di se sigurt me të vërtet do të sillet një ndryshim. Sepse siç thash, nga të kthehemi domethënë është një kolaps, një haos total. Shifeni këto zgjedhje, domethënë konkretisht për qytetin e Shkupit, fushata ishte se kush do t'i pastron mbeturinat e qytetit. Shifni deri ku ka ardhur ky standard. Domethënë në Evropë atje bisedohet për tema kuantum fizike se si do arrim në ne këtu domethënë a unë do t'i hedh mbeturinat për 3 ditë, ti për 1 javë. Domethënë nuk e di, duhet të ngrihet standardi edhe kjo ju imponohet qytetarëve. Pra ai qytetari kur shkon të voton thotë cili do mi hudh mbeturinat mua, nuk mendon cili do ta ndryshon jetën, domethënë, por nuk e di. Edhe është çështje mentaliteti këtu dhe më pëlqen kjo optimizmi që e ke edhe dëshira edhe perceptimi i
shoqërisë sonë, shpresoj që edhe të rinj të tjerë ta kenë këtë këndvështrim ndaj çdo gjë që na preokupon. Ne po diskutojmë edhe për ajrin e ndotur, po diskutojmë edhe për mbeturinat, për mintët të cilët i kemi brecit gjithandej tani në përkëmb. Shpresoj që një zë i rinis një ditë do vi, të bëhet megafon dhe të paktën, siç e thamë edhe në fillim, të fillojmë të dridhim ka pak këtë vend për të ardhur gjërat ashtu siç duhet në vendin e tyre. Pasi që jemi edhe në 5 minutat e fundit të themi kështu, unë dua të di pikërisht edhe pse studion juridikun dhe jam e sigurt që ky profesion tashmë edhe të gdhent në një personazh që mund dhe mund ta drejton një vend të tillë, po të ishe kryeministër. Le të shkojmë 10 vite më vonë. Jo, nuk i dihet, mund të jemi edhe 5 vite më andej. Po mundet. Shpresojmë. Mirë, po të ishe kryeministër, cila do të ishte gjëja e parë të cilën do doja ta ndryshoja? Jo mbeturinat. Të lutem. Ta rrisim standardin. Tash kryeministër tash gjithë kanë ide, gjithë kanë mendime, gjithë një profesor, dhe me thënë, derisa na ligjeron, dhe me thënë, çdo kush në opozit është i zjarrt, i flakt, flet. Momentin që vjen në opozit, ndryshon gjithçka. Komfort zona është? Unë, si kryeministër, si thojza përfaqësues si të rinjve, se mu nuk më kanë votuar të rinjt, kjo është një iniciativë imja, por do fokusohesha konkretisht tek arsimi fillimisht. Do me thonë, pikë pari do të imponoja një mësimdhënie praktike. Do me thonë, ne duhet pregaditemi me të vërtet me atë që na pret nesër pas nesër. Ne po pregaditemi, do me thonë, vetëm me definicione, të mësuara përmendesh dhe kjo është. Duhet na jepet një se që tash mësimdhënie që do na pregadit. Përveç asaj, do të shkarkoja shumë profesor. Do të shkarkoja. Për mënyrën se si interpretojnë, apo qasin si... Mënyrën si kanë ardhur tek ajo pozitë, si janë pozicion. Dhe pastaj se si e interpretojnë. Tha, nuk mund të më thuash ti se një profesor e ka... Këtë debat e kam pasur me maman time. Biri im, kujdes në fakultet, aty profesorit nuk i intereson për ti, ai vetëm vjen e mbaron obligimet dhe aq. Po kjo nuk duhet të jetë kështu. Si mund interaksion. Kemi profesor, dhe me thënë unë në fakultetin juridik që lënda e historisë mua në përgjithësi nuk më ka pëlqyer shumë. Do me thënë nuk e di, nuk e kam pasur flasë në shkollë të mesme. Në fakultet, do me thënë se kishim lëndë historia e drejtësisë, unë të shërova me këtë lëndë. Arsyeja ishte profesori, i cili ligjeronte. Dite ta interpreton si shtu, ta ligjeron si shtu. Aq ligjerata profesionale, aq ligjerata interaktive që mua më kthyen nga një lanë që ureje, po që ureje ta pasiv në aktiv. Kjo luan rol shumë tek studentët, mënyra se si profesorët i mbajnë këto ligjerata. Duhet mbajnë ligjeratat në mënyrë që të lidhet studenti me profesorin. Pa marrë parasysh ai pëlqen lënda apo jo, duhet gjetë zgjidhje që se përket kësaj. Dhe e treta tek studentët do të bëja gjithçka që t'i ndihmoja studentët që përballen me presione ekonomike financiare. Fatkeqësisht, do me thënë edhe unë jetën kohë, unë jam në kushte normale të mira që i përballoj, por kam kolegë të mi që cilët me të vërtet në vjen shumë keq. Do me thënë, ai vjen nga një qytet tjetër, studion këtu, kushtet i ka të vështira, punësohet për të kamarier tash, po e marrin pa dashur ta ofendoj profesionin kamarier, po si një jurist punësohet në një profesion, të themi, të rëndomt, vetëm për të bjetuar, vetëm për financim dhe e defokuson studentin, e defokuson. Me thënë, nga shteti duhet merret masa që bëhet një plan, bëhet një strategji që me të vërtet që ndihmohet këtyre studentëve në nevojë se ka student me kapacitet shumë të lartë, por nuk mund ta përballojnë këtë sistem që është krijuar në shtetin tonë. Më pëlqen kjo që sapo e the dhe besoj dhe shpresoj që një ditë, edhe pse jemi në minutat e fundit, do të na zgjidhet kjo çështje, edhe pse e dim që kalvari i Ministrisë së Arsimit për gati 20-30 vitet e fundit kemi patur që
gjatë gjithë kohës çdo qeveri që ka ardhur në pushtet ka pru një metodologji të re të punës, sisteme të reja të arsimit, por ka ardhur qeveria tjetër e cila ka shkatruar dhe vetëm një gjë dua ta jemi në këtë vend numëro për sot, jemi minutat e fundit ulli. Edhe një gjë shpejt ta themi. Do të thonë kjo për punën e ministrive personave që vinë. Do të thonë duhet mendohet më afatgjat. Ministrat që vinë mendojnë vetëm për mandatin e dinë se mbas 4 vjetëve nuk është më në atë pozitë, dhe thotë ta shfrytëzojnë në mënyrë jo, do të mendohet afatgjat që edhe ai që do të pasojë, do të thonë ta lënë ti ketë lënë një vend pune, një rrethana që të vazhdon përpara, jo të merret me dëmet që i ka bërë. Edhe për ta përmbyllur gjithë këtë, unë dua që ta arrim në një periudhë ku edhe profesorët duhet të kuptojnë që nëse një student nuk e kalon provimin, është edhe dështim i profesorit. Sigurisht. Le të jetë kështu. Atëherë miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Faleminderit Dritro. Faleminderit Ylli, faleminderit Valvona. Faleminderit. Ky është shteti jon i mirë që Zoti një herë për gjithmonë na e shtoft dhe na e ruajt me të mira. Shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë.